Një numër rekord biznesesh në qytetet e vogla janë pajisur me terminal POS gjatë 2025-s, duke ofruar kështu mundësinë klientëve të tyre, qofshin ata shqiptar apo turistë huaj, mundësinë e kryerjes së pagesave me kartë. Të dhënat më të fundit nga Banka e Shqipërisë tregojnë një ndryshim të trendit të POS-ëve në vend. Nga Tirana, e cila ka parë gjithmonë rritjen më të madhe të numrit të POS-ëve nga viti në vit, si pasojë dhe përqendrimit më të lartë të bizneseve në këtë rajon, te qytetet të tjera më të vogla, të cilat po ndërgjegjësohen për ofrimin e një mënyre tjetër të kryerjes së pagesave përveç keshit. Gjirokastra dhe Lushnja janë dy rajonet me bumin më të madh të terminaleve në 2025-ën. Sipas statistikave zyrtare, në Gjirokastër janë shtuar 2919 POS-e të reja, ndërsa në Lushnjë rreth 1762. Ato ndiqen nga Shkodra me 968 terminale POS më shumë se në 2024-ën. Kjo rritje vjen si pasojë e turistëve të cilët duan të shmangin konvertimin e parave të tyre në lek, ose thjesht kryerjen e pagesave me kesh, dhe kërkojnë kanale elektronike të pagesave. Për t'u përgjigjur kërkesave të turistëve dhe gjithashtu të rrequr sa më shumë klientë të rinj, bizneset po kuptojnë domosdoshmërinë të pasurit një terminal POS. Gjirokastra, për shembull, është ndër qytetet më të vizituara në jug të vendit, ndaj edhe rritja është pasqyrimi këtij fakti. Duke qenë se Tirana ka numrin më të madh të terminaleve, tregu është ngopur tashmë dhe rritja e tyre nga 2024 në 2025-ën rezulton të jetë vetëm 2.7%. Për të pasur një reduktim të blerjeve që kryen me para në dorë, duhet fillimisht të ofrohet infrastruktura e duhur e pagesave, siç janë në këtë rast terminalet POS. Në kuadër të kësaj, Shqipëria synon që të ulë komisionet e terminaleve POS me qëllim që të nxiten bizneset i përdorin duke ulur kostin e komisioneve. Ndërkohë, duke nisur nga ky vit çdo biznes do të jetë i detyruar të ketë të paktën një POS. Po ashtu në maj të vitit të kaluar, Mastercard shpalli një program për shpërndarjen e 4750 terminaleve POS falas për bizneset shqiptare për një vit.